djem, e marrin nanën, babën, kretë familjen edhe shkojnë në Shqipni ose ku për dion me festu një fest. A është e bereqet për shtëpinë me umshel ditën e Bajramit? Tash kjo ndryshon nga para. Po edhe kjo ndryshon, po edhe kjo praktike shpesh. Familjar. Një herë, jo çdo vit. Nuk është mirë që praktikohet. Çdo vit tash ditën e Bajramit kemi mundësi materiale, po e mbyllim shpinë se ti po i privon kojshit e tu më ardhë më ta uru festën. Ose ti më shku te kojshit. Nuk i ke për obligim vetëm familjen e ngusht. Pejgamberi a.s. as shumë është porosit për hakun dhe drejtat e kojshis, sa që Muhamedi a.s. ka thonë në një rast, atë shumë më ka porosit Zoti i madhruar për kojshin tim, sa që kom mendu që ka më porosit mja do dhe hisën kojshis. Qatë shumë që më ka porosit mu sill mirë me kojshit, më qenë i mirësjellshëm, më qenë si antar i familjes gati. Do më thonë, kom mendu që Zoti ka më zbrit një ajet Kuranit që ka më mbligu mi dhonë diçka prej pasuris teme dhe kojshis. Prandaj, i njërimi i kojshis, anashkalimi i tafërmve, i kusherive, i migjallarve, i tezeve, i hallave, anashkalim se ti tash i ke punë të mirë materialisht dhe çdo Bajram feston një shtet tjetër, nuk është e mirë.